Është e periudha që ti thua natë e mirë zemër, natë e mirë shpirt, edhe flini gjumë. Po. Pres gjysmore, edhe thaf me privat. Ta shoh, a ka zënë gjumë me vërtet? Apo po bën kot? Apo ka dalë me ndonjë vend tjetër? Po, Ishte kohë, kam e pyetje, e merr ti me privat. Për shembull, ti me men tuja të në kokë që ke, e merr me privat. Nëse ka men, vazhdoj. Po, okay, ai për shembull e hap telefonin. Po, kur e hap, e ke zgjuar ti zonjush? Po duket dallohet zëri, se çunat gjithmonë hapin telefonin se intrigohen. Se kush po i bie me privat, se mund të jesh ti, po mund të jetë ajo tjetra. Pikërisht intrigohen. Dhe kur e hap telefonin, e dallon, a është me zë të përgjumur? E lëon aty e fik, më fal. Po nuk i flet fare. Fale, jo fare. Nuk i fale kështu. Si zotit, tetonik. Fale tetonik. Jo fale tetonik. Domethënë ti nuk i flet fare, thjesht e dëgjon zërin a ka të përgjumur apo jo. Alo, dhe shoh, është i përgjumur apo jo. Po që i përgjumur e mbyll. Ky është një tjetër nivel pozitiviteti i nxjesit. Po nëse po ja fiks, po nëse s'është i përgjumur. Po, s'është i përgjumur. Pres 5 minuta mos të bien sy. I që zile me telefonin të me numër. Ta shof, a ma hap, as ma hap. Po ma hapi, ata ka që është zgjuar dhe është okej. Po s'ma hapi, pastaj të gjithë vene të futa. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.